kush do të jetë hapi i mundshëm në ditët vijim? Çfarë mendoni se do të ndodhë? A do të përshkallëzohet konflikti apo do të ketë rrugë tjera si luftë kibernetike, sulme në infrastrukturën e energjisë apo përfshirje të NATO-s? Mund të kemi përfshirjen e NATO-s? Mendoj që e kam thënë ndoshta përpara disa kohësh, mund ta kemi edhe gabim pasi jemi në epokën e paparashikueshmërisë. Megjithatë mendoj që një nga alternativat ose dy opsionet e mundshme edhe në Irak janë ose rrëzimi nga brenda dhe modeli i Sirisë ku të vi revolucioni dhe të ndryshohet regjimi nga brenda, ose modeli i Irakut ku të kemi një mision të NATO-s apo dhe një mision paqërues nën Kombet e Bashkuara. Megjithatë unë mendoj që Irani është pak më ndryshe se sa këto vende me konglomerate të ndryshme etnisht dhe fesh. Mendoj që Irani e ka kapacitetin apo e ka aftësinë si stofën karakterin politik, por dhe kulturor që të prodhoj lider të tij për të mbajtur vendin të unifikuar. Mendoj që SBA-ja do të jetë një aktor më vital dhe më aktiv aty, por e shikoj pak më kritike situatën apo një efekt spillover më tepër në Egjipt, në Libi, po aq, sepse do të jenë pikërisht këto që ju that, sulmet kibernetike apo hibride të cilat mund të shpërndahen në disa vatra konflikti. Huthit janë një kërcënim ende dhe nuk i dihet se nga momenti në moment mund të jenë duke targetuar dhe goditur objekte të ndryshme. Nuk është shumë e mençur që të goditen këto objektet e hidrokarbureve sepse çmimi do të shkojnë në stratosferë, por mendoj që do të vazhdoj goditja ndaj programit të bërthamor të Iranit, edhe pse pikpyetja më e madhe është nëse Irani e ka një bashkëpunim me Korenë e Veriut dhe do të ishte në hiç goditja brenda në Iran për sa kohë ata e kanë një backup plan në Korenë e Veriut. Nga ana tjetër është po aq kritike edhe roli këtu i Pakistanit edhe Indisë, sepse India në të gjithë Tymnajen dhe Gjollordin që është krijuar po përpiqet marrja të karrigen në Këshillin e Sigurimit dhe ende nuk po lëshon, dhe nëse Erdogan mbron Pakistanin, para pak ditësh po ndiqja edhe vizitën e Narendra Modit të Indisë në Qipro, që ishte një mesazh shumë i qartë që ju vini ndihmoni Pakistanin, ne jemi këtu në Qipro dhe suportojmë Qipron në një konflikt apo incident politik. Kështu që asnjë gjë nuk i dihet. Jemi në një kohë krizash, të gjithë pyesin apo i vjen afër lufta e tretë botërore. Unë mendoj që nuk nuk është ajo që ne prisnim nga Einsteini me Shkopin, po ndoshta kjo është lufta e tretë, lufta e dronëve, e teknologjisë. Me që përmendën Einsteinit, ka një thënie që thotë zhvillimi i teknologjisë dhe shkencës do të arrijë deri në atë pikë sa që do të kthehet përbindësh njeriu, do të shkatërrojë vetveten. E vërtet, dhe ne po e shikojmë këtë gjë. Sepse tash ne themi nuk bëhet, po edhe gjithë kjo ngarkesë e madhe armësh bërthamore, kaq duhet një. Dhe pastaj kush ka? Revanshi. Ai butoni është shumë afër. Po jetojmë një botë çmendur, themi drejtë. Është shumë i afër. Një profesor im në një nga këto leksione thoshte, nëse kemi 10 steps, pra 10 shkallë për të shkuar tek butoni i bombës bërthamore, ne kemi kaluar të 9-ën. Kështu që jemi apo e vendosim apo jo këmbën. Çfarë mendoni se cili do të jetë hapi i mundshëm në ditët në vijim nga të gjitha palët, por edhe nga fuqitë e mëdha? Mendoj që shumë shpejt do të shikojmë summitin e NATO-s në datë 24-25 qershor në Hag, dhe mendoj që çështja më e madhe e diskutimit do të jetë pikërisht ndryshimi apo rritja e shpenzimeve për buxhetin e mbrojtjes dhe të sigurisë. Ai kalimi tashmë që është deri diku
është pranuar në ministerialin e fundit të ministrave të mbrojtjes ku 3.5% do të jetë për këtë shpenzimet në armatim, në kapacitete pajisje dhe 1.5% do të jetë për infrastrukturë dhe logjistik. Nga ana tjetër mendoj që Ukrainës do t'i hiqet një herë e mirë të paktën përkohësisht apo në mënyrë demonstrative për t'i bërë qefin Putin ajo ëndra euroatlantike pikërisht dhe mendoj që nëse antarët, aleatët e NATO-s do të dalin vokalisht me këtë deklarim, ndoshta për Putin do të jetë një incentiv për të ulur në një marrëveshje paqe për të qetësuar dhe ai. Në favor të tij, sigurisht. Patjetër në favor të atij, mendoj që kjo ka qenë dhe drama apo e keqja më e madhe që i është bërë Ukrainës, që me memorandumin e Bukureshtit kur ju hoqet drejta e programit bërthamor. Po aq. Ky është një nga zhvillimet që së afërmi, një zhvillim tjetër edhe pse pritej G7 u duk një mbledhje shumë qesharake ku Macroni fliste për diçka, Trumpi e kundërshtonte. Skandal. Me thënë pa një mbledhje patetike, Trumpi iku e la fare. Nga ana tjetër, të paktën për Europën e shikoj pak të pamundur që e gjithë kjo përshpejtimi i riarmatimit të sjellë ndonjë efekt pozitiv në fundin e luftës në Ukrainë. Për sa i përket lindjes së mesme, mendoj që do të vazhdojë si themi konflikti dhe i gjithë ky revanshi izraelit, por tashmë jo revansh toksor, por ajror, do të vazhdojë mendoj unë deri në fundin dhe rrëzimin e regjimit. Nga ana tjetër, harrojmë edhe lëvizjet që ndodhin në Indo-Pacific, në Indo-Pajsorin. Kemi një Australi që me sa duket po përpiqet që të përshpejtoj ndoshta programin e saj që mund të vi befas, programi i saj bërthamor, ku kemi ju duhet ta keni dëgjuar edhe këtë marrëveshjen apo aleancën e famshme AUKUS, Amerikë, Britani, Australi, Zelanda, ku e gjithë përpjekja është për të fuqizuar Australinë dhe Zelandën dhe mendoj që lufta më e madhe do të jetë ajo ekonomike, do të vazhdojnë tarifat patjetër me Kinën, por Tajvani por do të rrisë inflacionin. Do të rritet dhe çmimet ato që do t'i ndjejnë do të jenë qytetarë, do të jemi ato e ndjejnë gjithmonë qytetarët në xhepat tona. Dhe këtu ndonjëherë shpesh dua dhe shikoj me shumë vëmendje edhe mediat këtu në Shqipëri. Mungon ai debati realist ndoshta që i prek qytetarët. Okej, ne do të rrisim buxhetin e mbrojtjes, po nga do t'i marrim? Se ne nuk është se prodhojmë, s'kemi ndonjë avantazh të krahasuar në prodhimtari. Do ja vëmë mbrojtjes, por kujt do ja heqim? Po përpiqemi të rrisim pensionet, po aq, por ndërkohë kemi një përqindje shumë të lartë. Dhe po shikoja pak të dhënat financiare, shqiptarët në mos gaboj deri tani paguajnë diku te $160-190 për mbrojtje dhe këto shpenzime do të shkojnë deri në $500. Kështu që është një ndryshim goxha i madh në xhepat tona dhe ndoshta do të ishte pak mirë të shikonim.